mirë si ju gjitha. Mi mërama nga ona ime, pra Graniti nuk është era parë që e kemi këtu në studio, dhe besoj që nuk është edhe era parë që e shohin shqiptar përmes ekranit tonë këtu që jemi duke shku edhe live këtu në Facebook, se besoj ka kon pjesë në shitje ose blerje të banesave, por shtëpisë ose diçka të patunshme këtu në Norvegji që je ka kry punën si dot. Besoj që Graniti tash ka pas sukses, duke e ditë edhe nga ajo që e kem pasën, domethënë në përfaqet e ndryshme të internetit, si me glerë më i vijshëm, më i suksesshëm, edhe si përzgjedhur i muajit, gati çdo muaj vitin e kalu. Mirë se erdhe sonte me neve këtu në emisionin tonë të linjës. Tashti, faleminderit një herë për këta skryt që ma ki bo. Faleminderit shumë. E që ndryshimin është më madhja, që a bo, mos për këta që dojmë me ble banes për herë të parë, është që përqindja e kapitalit u ur për 15% dhe 10%. Dhe më thonë për para, nëse dërshë me ble një banes 5 milion kruna, është duhet me pas një kapital 750.000, tash duhet vis 500.000 kruna. Dhe më thonë ma letë është tash për herë parë nëse do njëri me ble banes. E dyta, tash mrena 2 vitet të fundit, kanë ra rentat pak, se ku im kanë këto para 2 vite, për ndoket im kanë maksimum se që kanë pas më kanë, po tash 2 herë jenë ra, po shyrëm tash nashta hypa pet edhe një 2 herë. Veç kështu me çmime, nuk ka pas atë rritje që qa kemi pas qef. Vitet e fundit vetëm një 0.3-0.4% një rrit. 2 vitet e fundit ndoshta ndikon 4-6%. Në përgjithësi si është tregu tash i shitjes apo dhe blerjes banesave këtu në Oslo, se ju e keni në realitet edhe Oslon, po edhe dili pak ndoshta jashtë Oslos. Po, adin shes edhe në Lørenskog ka Vinterbrua Kolbotn, po në Oslo që tash është një market që është pak vështirë me kuptu edhe si jemi me glera, se kemi do banesa se po shiten shpejt, do pak ma ka dole, po ka shumë banesa për shitje që thash në Oslo, ata që janë të lyp banesa për shitje, po kanë shumë alternativa, po me këqyrë lone së knoda që ja bankat nuk u ullë. Atë në hala ka shumë lone së knoda, vish po kanë më shumë alternativa njerëzit. Është më thonë ma e vështirë tash me shit për momentin, apo me ble? Është shumë ma vështirë me shit, definitivt koha e mirë për me ble. E ata që për shembull dojnë shesin dhe të blej me njëherë, ndoshta nuk mund ta shesin, si shkon kjo procedura me bank pastaj? Tashti, nëse kini banes, që tash i ki 2 alternativa. Alternativa e parë është me shit mas pare, e tani me ble banesën e re. Dhe nëse shet mas pare, jeni pozit ma mire me ekonomise, e para nuk jenë në rrezik për mi pas 2 banesa për një herë. Ajo është një periudhë që thirret melon financiering. Është një periudhë shumë e shtrejtë, nashta ti ki ndrejsh banesën ose shtëpinë e ki shtiko që do parë ki pas një fitim të mirë. Po nëse rrin me 2 shtëpia ose 2 banesa për një herë, krejt çat fitim që ki pas nashta të hupet krejt aty. E dyta është mase të sheti banesën tënë, atëherë din fix sa parë ki për me ble banesën e re. Bon, nuk hin has ma pak as për mi, po e din fix. E rrezika është që nëse së gjona e sen, mrena asaj kuha që ki më dërzuat banesën që i ke shit, dush më hi dikon me qera, po a 5 ma mirë është me pagu një 20.000 kruna qera se mi pagu 70.000 kruna melon financiering çdo muaj. Edhe atëherë i edhe një pozit që mund është ti me zgjell me shit banesën një market më të fortë. Se atëherë mund është më prit. Shikon që tash se marketi është i dop, tani po pres edhe 1-2-3 muaj, që atëherë ku të shet marketi se i mirë, që atëherë shet banesën. Po kjo pritje ndoshta edhe prapë kap një kosto se duhet zgjesh banim dikun. Mbarë çfarë marrëveshje lidh me atë blersin e shtëpisë tonë apo banesë. Çashtu, që normale është mas 3 muaj ndërzuar shtëpia mas 10. Po. Edhe mund ta bëj presion një më dhon më herët apo jo? Ti mund ta çosh deri në 3 muaj. Te mundesh me shty edhe më gat. Okej. Po, nëse do me shit, te mundesh me duhet të jenë 2 vjet të jap byd, njëri ka ja 5 milion, tjetri s'do më jap për mi, ti mundesh me thon tjetrit, ana jama njëtin byd, po që të
dorëzimin. Edhe ne muja, 2 muaj ma vonë. Po. Atëherë ma interesu mi më më ta shit banesën ty, si mi a shit tjetër 10 mikrona ma shumë. Ashtu. Or ka edhe do perioda që gjithë nëse shikon ti marketin me histori që është në vjetë, para 10 vite, gjithë shihet që në kvartalin e parë, janar, shkurt e në mars, është perioda ma mirë më shit, se ka më pak banesa për shiti, ki më pak konkurencë. Perioda e dytë, kvartali i dytë, atëherë dalin më shumë banesa për shiti, që atëherë si që tash që shjemi, atëherë është kua më mirë për me ble. Ti nëse kishe shit në mars, për e blen prill, atëherë ha me shit banesën në market fort, edhe blen banesën e rinë në market dapt. Që ajo është adin, që ashtu mush me shvizu. Alushe, se ku në fillim, a e do në smegler, na nuk e di me në sakt në realitet si vjen shqip, ndërmesus, shit blerje, por roli jotë kryesor në realitet kur jem me ndonjë shtëpi apo banesë apo në një këtë lloj shit blerje. Ku e kem granitin? Çka është roli jotë kryesor në këtë punë? Roli jem kryesor është për mi jap rodë. Këshilla sa më të mirë, për më mujti më dal finansisht sa më mirë për kësaj situate. Ham për blerje edhe për shitje. Do të thonë, unë të ndihmoj edhe me blerjen me gjatë një banesë të mirë. Unë i kom krejt sistemat e mi që mu mi shiku nëse është një banesë që e interesume, sa ka vlerë banesat në preferi aty, sa shkojnë banesat që janë të ndreqta, sa shkojnë banesat që ki nevojë me renovu. Atëherë mu më t'jap edhe kështill për me më diti mos më jap tepër atë bydrynde. Edhe strategjia që është më jap tepër me më konkuru mirë me ata tjertë bydrynde që janë. Po e dyta edhe çfarë sen e mush me botë edhe ti në shpe ose në banesë tonë për me mujt me avriti vlerën sa më shumë për një kohë sa më të shkurt. Edhe për një investim sa më të vogël. Që atë kam doherë do njerëz që më pyesin, më thojnë hajde po du më hit tash me ndreq banjon edhe kuzhinën se do du më shit sa më shumë. Atëherë unë gjithë i them jo. Nuk ka vlerë me ndreq një banjo, se me ndreq një banjo ty të kushton mas pakti një 300-350 mikrona, për me shit në banesën masane, nështë që ta nëse ki fatin zjerë që ta 300-350 mikrona që kishti. Shite që është që ta është edhe ham shvizon kohë, stres, edhe pore, vele aj që e blen me ndreq banjon. Këta cikrimet vogla që na i thojmë kosmetik, që edhe mi lyzitat, me ndru një parket mirë me qitë në ndryshme, edhe adin, vish me bo një formë që styling për më dog banesa adin sa ma madhe dhe ma modern, se normal aj që shkën visning sëd, parafarsisht i rrinë dikun mes 9 minuta dhe 15 minuta. Ajo do më thonë për 15 minuta ka vendosë për më bo investimin më të madhe një që ka me bo. Dhe në nërvizjes thujnë më shumë ku vanojnë me zgjell skijat shqitore, se që ka vanojnë me blerë në banesën. Atëherë, veç që ti bje synit parë, që ta mendojsh. Shteti edhe politikant e kanë rrit këto formë e beskatning për banesën e dy qeki. Don kem pas në 2 vitet e fundit kem pas shumë njerëz të pasur që kanë pas shumë banesa me qera, ka pas firma që kanë pas shumë banesa me qera, që pishesin krejt. Atëherë e ka kriju një market që vanzi më konë ndoshta për gjithmonë adin dikon 600-700 banesa për shitje, ta shiki dikon 1000 dhe 1400. Edhe në qendër, se më shumë të në qendër ka pas kësi bigora. Ajo është e para. E dyta është që vjetë ullë renta 2 herë. Edhe thëshën krejt politikanë, thëshën këta analistat, thëshën këta të bankës, që në tjetër në vetë në 2026 renta ka më ullë 2-3 herë. Mas pakti. Marketi e çmimeve kanë më rrit një 10-15%. Ja ka e poplit një shpreje që nëse investon që tash,
ki më mujtë mi nxjerrë që ta para edhe më shumë në tjetër vit. Tjetër vit, jenë që tash bleje sa më shpejt se në tjetër vit s'ki më mujtë më pas mundësi. Edhe rëngur që njerëzit. Tash, shihen që edhe marketi në Norvegjisë është një market që preket prej edhe sane që ndodhin në global, lufta me Izrael në Iranin, peshojmë në fill që ku përnalet kjo ujtë e Hormuzit, po rritin çmimet e uljes, rritin tani çmimet, rritet nafti, rritin çmimet në përshitore, ku të rritin çmimet Norges Bank dojnë me ul edhe në prisväxten edhe e hypin renten. Ku të hypin renten, tuten edhe njerëzit më ble. Krejta ka një farë domino efekt. Po, sa e përket tash edhe investime apo financimet që bankat I bojnë, këto në shumicën e raste e informojnë, ndoshta edhe këto klientë e tyre se do të ketë ndryshime të rentave, do të rritet apo do të bjen, apo edhe mundësinë për ta ngrirë rentën sikur që e kanë për një afat kohor 5 vjet, 10 vjet apo si është kjo. Kështu që dikush që ka mund me mërim e këtë ekonomi thot, çka o bonë, thot prap me 5% nëse është çati po renta do t'ja dal 5 vite në vazhdim. Është një zgjidhje kjo, një mënyrë për shembull për ta mbijetu këtë krizën tash që e kemi për momentin. Është një zgjidhje, po edhe kjo zgjidhje ka rrezik. Renta në 2021 në kanë 1.7%. Ka pas njerëz në atë kohë që e lidhshin rentën në 2.5 ose 2.7%. Edhe krejt keshin me ta atëra, thëshin çka po mendon, renta që është tash, adin pse ti vetë po vendos me pagu më shumë, para ku s'ki mundësi, e kanë lidhë rentën 5 vjetë, sot halo e kanë rentën 2.5%. Tash ti çka ndodh edhe 5 vjet, adin shumë është vështirë me ditë, po me lidhë rentën, po në për veti se kom lidhë se e kom në shpesë që kam ullin 3.5%. Edhe që ashtu e ka thonë edhe Norges Banken, edhe ku po folë edhe me këta shokët e mi që I kom që I njoft në për banka, në për SR Bank, BN Bank, Storebrand, asnjëri për has tyre s'kan lidhë rentë që tash se edhe ata kanë një hop që mundet më ullë renta. Tash arsyeja e parë që Richard është çfarë që thash se këta që kanë pas bygora, këta firmat që kanë pas shumë banesa që jepshin me shara, krejtin janë shpaz, I kanë shit krejt që kanë pas, edhe është një farë krize që tash në laje market që s'po ka boll banesa për shitje. E për me qera. Atëherë po ka shumë konkurrencë për që ta objektat që janë për me qera që tash. Po, ku të rritet rentat, ai që ta jep banesën me qera, ai nuk e jep me qera nëse s'ka fitim për vete. Ku të rritet rentat, ai du të më pagu më shumë. Për me rujt ai paret, për me spare penge, ai të rritë tani ty lejen, edhe ai ka një farë domino efekti. Që tash e kom një koleg që është një djalë I ri aty te zyra jam, që është të lyp një banes për me marrë me qera, ka gjetë një banes me një dhom gjumin NSH për 19.000 krona. Është e kontrolu me kontrakt. Dhe më thonë të në masit e nëshu një kontrakt, ai që ta ka jep banesën me qera nuk ka drejt mu ta hyp këto lejen sa të dënë, ka drejt vish mu ta hyp me Consumer Price Indexin. Indeksi rregullohet prej SSB, Statistical Central Bureau. Nëse jem me qeran në ikon, edhe thët pronari që tash po ta hypim qeran me 3.000 krona, ti mund është vetë më hi në Statistical Central Bureau, me shiku si o kanë rritjet e Consumer Price Indexit mrena viti, edhe nëse aty lexon se aty mund me qyra edhe bashkë me banesa që është, nëse aty lexon me 800 krona, ai nuk ka drejt më shumë se 800 krona më të rritë. Mrena në periudhë 3 viteve. Do më thonë, ka dhe 2 lloj kontrakte në laj kontrakte, një kontrakt është tidsbestemt, do më thonë është e ka një fillim edhe një fund, mas 3 vite është normale që në shkuhet me 3 vite, mas 3 vite, ose mundet njërë më vendos me vazhdu, edhe një 3 vite, do më thonë me në shku edhe një kontrakt e re, atër normalisht pronari ta rregullon lejen për zdët,
ose do të me përfundu edhe me gjetë një tjetër banesë. Ti që bestemt, ajo është me një fillim, po pa fund. Atëherë nuk ka drejt më të arrit që është ka qef. Vetëm me konsum prisë të deksin. Zyrja sot dikon është një 120 banesa për shitje. Kem njerëz në tjere farë situate, to adin e fillojnë procesin heret, edhe kem banesën gatshme për shitje, po e presim derisa të blenaj mas pari, do më kontaktojnë, më thojnë e kom blenë një banesë, do të me qitë temen për shitje sa ma shpejt, veç totalisht i kem dikon 120-150. Telemartit, gjithë. Cilat për shembull gabimet mund bëhen të këto që i shesin banesat. Ja thema herët për shembull se shumica presin ta blejë një herë, pastaj na merr në telefon që sikur tash ta ban me nguti punën që sa më shpejt ta gjithë me shitje, që mos mesen atë borxhin mes dy banesa, domethënë atë borxhin e shkurt. Është do një gabim tjetër që edhe ma trashanik më të madhe mund ta bojnë për shembull ato që kanë me shit. Është gabimi më i madh që e bën njeriu është më prit tepër gat. Se presit ja fillon procesit derisa të qitet banesa për shitje bën 1-2-3 javë. Derisa të qet banesa për shitje derisa të shitet, varet tash edhe marketi, minimum është 1 javë. Domethënë ti nëse ja nis procesit masi ti ki ble, atëherë bën 1-4 javë derisa të shitet banesa. Ti nëse ki tani 3 muaj overtagelse banesën që ki ble, atëherë ai se ta blen banesën ty edhe ai, nështë do në 3 muaj në overtagelse. Atëherë automatikisht je hi një periudhë 1 muaj me melon financiering. Nëse të kushton ai melon financieringu 70.000 krona në mujt, 70.000 krona jenë humbje. Nëse 22% për rentat gjithë kthehen në skat, po a 55 është një humbje. Se avë draga ta paret vjen apet masi të shitet banesën. Ajo është gabimi më i madh që e bojnë njerëzit. Gabimi i dytë është që nuk më pyetin mua si megler çfarë investime me bë para se me bë investimin. Dhe sidomos shqiptarët kokë të forta mendojnë se gjithë e dinë edhe mirë, po ja nisin edhe nashta e lynë një ngjyrë gabim shumë, ose e bëjnë një investim që nashta nuk është korrekt për atë banesë, atë preferi, edhe harxojnë pare që nuk ka nevojë me harxhu. Domethënë para se mendon njëri me bë ndaj investim ose ndaj renovim, është më mirë është më konsultu me një megler që e ka qëtë punë, që shet banesa për ditë, edhe që shet çka cili kriterje që dëshirojnë këta që dojnë me ble, edhe aty ka mundësi njëri me shpenzu shumë pare, edhe që të është një gabim që punë shumë. Edhe ajo tjetër tani granit të thënë shumicën e rasteve, edhe në shumica ata që kanë me shitën, e kishin goxha mirë edhe marketin, është se po shkon, po e kishin edhe cen megler me mor. Po. Ndoshta ka të bëjë edhe me profesionalizmin e tij, po ndoshta edhe çmimin, se edhe ti në realitet punë nuk e bën falas, nuk e bën gratis. Kështu që ti e don atë hisën tonë, çmimin tan. Domethënë tash kjo aja preferon edhe ti për shembull çdo secili që ka me shitën që ta zgjidhë me glerë, nuk pa që të marrë të ty. Apo ka dhe këtu kriterje, se kur shpije që ja lexojmë këtë ato, domethënë ja lexojmë atë indeksin në shtëpi, prej fillimit kur ndërtu e ku kam rrit tash. Edhe tash për shembull me hi edhe me skanum pak edhe granitin me kështu se aja vleta kemi granitin për megler. Edhe me lënë atë çmimin për shembull ose ato ofertën që e merr masën diçka tjetër. Jo po unë kush don më përdor unë me gjithë qefja e shiti banesën, ose shtëpinë që e kanë, kush don që ka ndaj farpyetje ndaj herë, ose për shitje për blerje, ose nëse veç don me ditë sa vlerë ka banesa vet, unë me gjithë qef edhe falas, domethënë ajo nuk kushton as kur gjë heq për me ditë veç sa ka vlerë shtëpia, edhe sidomos për shqiptarët me gjithë qef, edhe me marrë qef më të madh se për të tregon një muaj. Kanë më dalë këngja do banesa për shitje që tash maj edhe në verës, edhe në ngusht besoj se kanë më dalë këngja do banesa. Nëse nëzija është fort një bëndrynde, ka edhe në bovaki ndër një pozit ku blenë më shumë se që ki nevoj më ble. Do më thonë, para se më hinë një bëndrynde, vendosë çfarë çmimi do më hinë maksimum,
edhe mos e kalo që qmim. Se kime po mas në javë ose 2 ka më dalë një banesë edhe ma mirë. Alushun e pata një pyetje për meglerin, thot ashtë me megleru, i thotë se u tanë konë megler. A shka do të thotë për shembull tash në Norvegji se unë në vlla për në Kumanov e kam ble shtëpinë vet. As megler as kur gjo. Edhe në Kosovë njëjtë është. Ku do të thotë atë. I kemi ato kompani të Alushi për moment, tash janë bën me të madh për shkak se blen Alushi e nuk e një terren atje. Ka të bëjë me ata për shembull që kjo roli meglerit ka lind këtë shtet. Se vim për ajo, unë ndryshme vim në Norvegjes për në Norge, blerë banesë nuk e një terren edhe i do nërmesusi, të megler, dhe më thonë nërmesus. A mund të ablej unë ata shese këtu të bajt njëtë në syja gjithë në vendlinje? Ku është reziku, po? Pa thi, pa megler. Kështu, veç Norvegjia ka sekretar që megleri duhet me kryu 3 vit shkolle edhe 2 vit praksis për më bë megler. Në më thonë këtu në Norvegji është shumë është e regulume për më bë megler edhe është shumë i sigurt. Po, të më thonë nësë mujët me kry këtë punë vetë. Ja, këto këtë vetë nuk ka mundësi me kry njëri, po ka edhe din telefon meglera, tash te 2 meglera mund me arrit 2 çmime ndryshme. Po. Tash një punë është normal megleri me ditë ligjet e kështu, po tjetra pjesë është me shit. Ka një shitës e fort. Aty ka ndryshim adin kush nashta arrit, se ta monës meglere, orës meglere, kush është vetëm megler që kalon që shko qef edhin. Shumë faleminderit. Faleminderit gjithashtu nga ana ime suksese dhe ndoshta shime edhe në alë është në zyrat e granitit. Hajde. Se mundësit janë. Mirë, se për një kafe.